Hera Sadiku, mirë se erdhe moj. Përshëndetje Dita, mirësi o gjej në emisioni Radar. Unë aktualisht... gjithë ky zjarr është prap moj. Çka ka ndodhur Hera? Në vendin e ngjarjes, ku është djegur një objekt i kompanisë Elita, e cila merret me drurin, me përpunimin e drurit. Ende nuk dihen informacione zyrtare se për çfarë arsye, cilat janë shkaqet që kjo objekt është djegur. Mirë po, si që përshëni flokët nuk po shuen led dhe tashmë kanë sjellë edhe cisterna për pikjen e zjarrit, kanë ndërhyrë edhe zjarrtheksët dhe gjithashtu edhe policia janë në vendin e ngjarjes. Pa bazë, Era, disa prej dëgjuesve na thanë që kanë pa edhe ambulanta aty afër. A ka të lënduar, a ka pas punëtor? Sipas policisë së Ferizajt nuk ka asnjë të lënduar, sepse unë kam komunikuar paraprakisht me zëdhënësin e policisë për rajonin e Ferizajt. Zotri Kanon Veselin, ai thotë që pavarësisht se ka dëme të konsiderueshme, materiale nuk raportohet për ndonjë të lënduar. Në rregull, ka afër objekte, unë po shoh që ka shumë afër zjarrit objekte. A rrezikohet? Rreni tasheni mirë, por realisht ka, sidomos nëse kalojmë në anën tjetër të rrugës, ka shumë objekte afër. Ndoshta edhe mund t'i shihni atje punëtorë të cilët janë të angazhuar për pikjen e zjarrit. A mund ta bësh një rrotullim të shohim gjithë ambientin atje dhe jo vetëm këtë pamje, të shohim ku je, ku është vendi, çfarë ka afër? Po. Okej, zjarri që po shihet, se e di që jeni shumica edhe në radio, ka afër edhe shtëpi tjera, objekte që rrezikohet me vazhdu zjarri deri atje. Po, thuhet se është e menaxhueshme apo jo? Aktualisht nuk ka informacione, por po bëjnë të pamundurën që ta fiken. Përveç zjarrtheksëve kanë ardhur do të thotë edhe kompani private me cisterna që të mundohen ta menaxhojnë sa më shpejt situatën. Bojra, ne do të kthehemi prapë te ti. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte në Radar. Faleminderit Edita, unë do të qëndroj këtu edhe për pak minuta derisa të shohim se çka do ndodhe nëse do të arrihet që të menaxhohet floka. Faleminderit shumë, mirupafshim.